Kryebashkia këtë maj u përballën me kritikat e kryeministrit Edi Rama. Në eventin për infrastrukturën urbane, kreu i qeverisë, pa përmendur emra, kritikoi një pjesë të kryetarëve, të cilët lënë detyrën për të ardhur në Tiranë. Po e them në mënyrë kështu të butë për komunitetin, pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktikë të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Ndërkohë, shefi ekzekutivit njoftoi përmirësime në transportin publik, ujësjellës dhe hapësirat urbane në kuadër të rilindjes urbane 2.0. Programi do të adresojë nevojën për të bërë një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe për t'i dhënë përgjigje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit përgjithshëm të ujësjelljes kanalizime. Së dyti do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban. Do të kemi një park logjistik i cili do të shërbejë bashkive për të gjitha ato punime të domosdoshme të mirëmbajtjes, pastrimit, hapjes kanaleve kulluese, të kanaleve ujitse. Në aktivitet, Rama shtoi se do të ketë financim për startupet për shkak të kërkesave të larta, ndërsa bëri të ditur se qeveria synon që zonat e populluara të mbulohen nga rrjeti 5G.